Të shtunë e marmë dhe përleshje mes shqiptarëve dhe policisë maqedonase në pazarin e Shkupit. Pjesëtarët e njësitit special Alfa janë kacafytur me shitësit e fishek zjarreve në bit pazar të Shkupit, duke qelluar më pas edhe në ajër. Në një operacion për konfiskimin e mjeteve piroteknike dhe arrestimin e shitësve të tyre, është krijuar një incident dhe rezistencë të shitësve ndaj policisë, e cila kishte ndërmarrë një operacion të konfiskimit të materialeve. Nga reagimi i jashtëpër i shitësve për t'i mbrojtur produktet e tyre, një pjesëtar i njësitit Alfa për ta shpërndar turmën ka hapur zjarr në ajër me armë automatike në mes të tregut. Siç njofton media maqedonase, pas kësaj të shtone dhe arrestimit të një të riu, është shtuar revolta në mesin e shitësve, të cilët më shumë se 30 minuta i kanë bllokuar forcat policore. Shitësit e mjeteve piroteknike janë mbështetur edhe nga qytetarët, ndërsa gjatë këtij incidenti nuk kanë munguar dhe kacafytjet e her pas hershme me policinë. Pas këtij kaosi, policët kanë liruar të riun e ndaluar, kanë kthyer materialet e konfiskuara dhe janë larguar nga vendi i ngjarjes. Lidhur me këtë situatë, priten informacione shtesë dhe detaje nga Ministria e Punëve të Brendshme.